Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nga kazerma Adem Jashari ka uruar ditën e forcës, duke thënë se është ditë krenarie për të gjithë shqiptarët dhe se ushtria është pasardhëse e denjtë dhe krenare e UÇK-s, duke theksuar se bashkë do të ecet përpara për të bërë ushtrinë e Kosovës edhe më të fortë. Sot është një ditë krenarie për gjithë popullin e Kosovës, është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët vunë themelet e lirisë sonë, kurse sot këta djemë e vajza që i shihni na bëjnë krenar jo vetëm brenda vendit, por edhe kudo që ata shërbejnë, në akademi, në përvendet të ndryshme të botës ku studiojnë tek shtetet aleate, por po ashtu edhe në operacione për paqe e stabilitet në vendet të ndryshme të botës ku ata shërbejnë krah për krah me aleatët tonë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti teksa ka uruar ditën e forcës nga kazerma Adem Jashari, tha se është dita më e gëzuar për popullin e Kosovës, ka përmendur buxhetin e FSK-s dhe armatimin me të cilin po furnizohet ushtria e Kosovës. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërin anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre dhe e cila u angros zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmën e tyre dhe për mbar qytetarët dhe familjet në Kosovë. Në kazermën Adem Jashari në Prishtinë sot janë hapur dyert për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të shohin nga afër ushtrinë e Kosovës. Në kuadër të ditës së forcës, tradicionalisht ushtria pret qytetarët e saj dhe këtë vit ata kanë mundësinë të ndjekin aktivitetet e organizuara. Në fjalën e tij në mbledhjen e qeverisë, kryeministri në detyrë Albin Kurti teksa foli për shpronësimin e pronave të paluajtshme shoqërore. Ereniku për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Gjakov, tha se aty do të ndërtohet fabrika e municioneve, prodhimet e së cilës do të dalin në fund të 2026-s.